Në premierën e filmit Supergirl në New York, aktori amerikan David Corenswet u vu në qendër të vëmendjes pasi ndërhyri për të mbrojtur bashkëyllin e tij Millie Alcock gjatë ecjes në tapetin e kuq. Sipas pamjeve të transmetuara, dyshohet se një fotograf ka prekur në mënyrë të papërshtatshme aktoren Millie Alcock gjatë momentit kur ajo po pozonte për media. Pas kësaj, Corenswet ju drejtua fotografit ku i kërkoi të tërhiqej dhe i ngriti dorën në shenjë paralajmërimi përpara se të shkëmbente disa fjalë me të. Pas incidentit, situata u qetësua dhe aktorët vijua normalisht me fotosesionin zyrtar. Në tapetin e kuq ishin të pranishëm edhe Rachel Brosnahan dhe Nicholas Hoult, të cilët ju bashkuan kastit për fotot në tapetin e kuq. Filmi Supergirl pritet të dalë në kinema me 26 qershor, ku aktoria Millie Alcock interpreton heroinën kryptoniane kushërirën e Supermanit, ndërsa aktori David Corenswet rikthehet në rolin e Supermanit në një paraqitje dytësore në këtë projekt.